Të thash dje kur bën parashikimet ka lojtar që mund të fitojnë çdo ndeshje dhe pa trajner, vetëm se si futen fush. Do e bëjnë atë sakrificën, të bëjnë pressing 90 minuta. Nuk e bën pra, e Le, lanë. po Luajtën një pjesë. nuk e kanë bërë gjithë vitin, nuk është se nuk e bën tash. Luajtën një pjesë, Po të them, pjesën tjetër unë. edhe se nuk mund të më thuash ti mua doli jashtë forme, kur doli jashtë forme? Me Celton luajti, mas 2 ditësh doli jashtë forme dhe lajmet nga Madridi vinë që është për shkak të gishtit. Jo, doli jashtë forme, ka problem fizik. Po jo pra problem. Nuk është stërvit për problem fizik. Shumë dakord, problemi fizik, me ato që lexova unë, ishte muskular, nuk e mban në stol, valla, muskular e çon tribun. Po kjo më habiti pra grumbullimi Mbappés, sepse në momentin që Mbappéja nuk është për të luajtur futboll. Okej? Nuk është për të luajtur për futboll, sepse ti po ti ishte Mbappéja, edhe 5% për të luajtur futboll duke humbur 2-1 do ta fuçe. Po normal duhet ishte titullar, nëse ka qenë fuçe. Nëse ka qenë vetëm gishti, duhet ishte titullar. Jo, nuk ka qenë gishti, po prapë edhe po sikur të jetë merr dikë tjetër, nuk ka rëndësi. Me këtë mbrojtje që ka City dhe mes fushën që ka City, me Mbappé në fushë, nga minuta parë, unë mendoj se Reali mund të kishte bërë diçka më shumë. Jo për shkak të trajnerit, për shkak të Mbappés, egos Mbappés, dëshirës Mbappés për të bërë gola.